Festat ku tradicionalisht është mbledhur e gjithë familja, ne fëmijët më kujtohet si vogël kemi marrë dhurata, ndonjë ëmbëlsirë apo ndonjë pore, edhe ka pas një varlloj lezeti krejt çështja. Po realisht ndër vite duket se ka ndryshuar nga urimet që sot shpesh dërgohen me të njëjtën fotografi, të gjitha vizitat familjare po bën më të rralla, edhe gjithashtu deri te fakti që shumë njerëz po i lidhin edhe ditët e festës madje me pushime jashtë vendit. Dikur një festë që ishte për bashkim, sot duket se është një varlloj feste e cila na jep pushim rrjedhimisht mundësi me dal jashtë vendit. Pra festa e Bajramit dikur thuhet se festohen ndryshe. Në fakt jemi dëshmitar të kësaj feste, por se si po festohet sot dhe pse ka ndryshuar mënyra e festimit të kësaj feste, të çështje diskutojmë me një super panel ku të ftuar në studio kam kolegën time gazetare Dafina Jegeni Krasniqi. Dafin, kënaqësi po në studio shumë. Faleminderit, urime festa. Është tretë ose dy që jena në studio bashk. Po, me ty bashk po, kam qenë edhe më herët kështu, po temat kryesisht i përgëzoj për çdo tema që po i ngritni, sepse me të vërtetë po janë edhe të mira dhe goxhave diskuse. Faleminderit shumë, duke qenë se po flasim për një festë e Bajramit, i pashmangshëm do të ishte Hoxh Ladi në diskutimin tonë. Hoxh Ladi, urime festa edhe shumë kënaqësi t'ju kemi në Kosova Today. Urime dhe gëzuar për shumë vjet Kurban Bajramit. Faleminderit shumë. Në anën tjetër kemi këngëtarën Monika Saliu. Monika, kënaqësi që jemi ne edhe faleminderit për kohën. Urime festa. Faleminderit shumë, përshëndetje për të musafir. Edhe gjithë shqiptarëve, sidomos të besimit islam, ja uroj festën e Kurban Bajramit. Faleminderit shumë Monika. Monika, përshë që je jashtë dikun. A je dikun me fëmijët tu, ke dal me pushu pak me fëmijët, apo ku je për momentin, që shke dita sot me për juve? Asfari më ka beku mu zoti me një fëmijë, edhe jam shumë e lumtur. Dyta, jena në park të Prishtinës, sepse kena qatë farë rutinën me babin, bile që aty i kom babin nanën edhe bashorti është me vajzën të lujnë në park. Me hecë dullëm, më shpeshim, normal, edhe hëngrëm drekën e Bajramit, edhe dullëm afer se banuim qëto afer parë për të. Edhe Monik, në këndvështrimin tënë, nuk je gjenerat e vjetër, pra, po je një gjenerat që e manë men edhe para luftës, edhe në ato vitet e pas luftës, qysh është festus që kjo fest. Sa ka ndryshu Bajramin familjen tonë, realisht? Festa, apo manifestimi i saj? Unë njifna si njeri që jam anti-gjykimit, do me thonë, gjithë kush e ka jetën e vetë, gjithë kush vendos qka do që do me bo në jetën e tyre, sidomos në festat tona, po në përgjithsi, unë e po mendoj, në përgjithsi flasë gjithmonë, viteve të fundit, kohëve të fundit, do me thonë, mendoj që janë shumë shkaktar, nuk është vetëm një arsye, që festat faktikisht si fetare, po gjithashtu edhe këto tona që i kemi tradit, festat e kombit shtetit, në përgjithsi, nuk e kanë mo lezetin, nuk e kanë mo shihretin, nuk e kanë mo atë dëshirën e madhe para se me na ardhë, e lere mo kur t'na vinë ato ditë, me i përjetu, sepse ndryshe ka qenë për shkak se kemi qenë njerëz që jemi knaqë me pak, do me thonë, ndoshta dhe kohë kemi pas ma shumë, se një insekt mu kap e urej për ndryshe. Kurse saj përket konkretisht festës së Kurban Bajramit, e cila është fest faktikisht e sakrificës, paqës, ndërlidhjeve, marrëdhënieve familjare, dashamirëve, miqësi, nuk është siç ka qenë përpara, për shkak se unë mendoj që viteve të fundit kjo jeta moderne që pithojnë, rutina, puna, fokusi i madh në punë, do me thënë po dorëzohemi në materialen, po e shikojmë shumë, do me thënë që duhet me patjetër, vetëm me punu mu lodhë, dhe ajo lodhje pastaj po arsyetohet, do me thonë, normal, me një fest. Arsyetimin që s'kemi kohë. Kemi kohë? Po, fix. Dhe të doja ta shpërndaj pak diskutimin nga një këndvështrim tjetër, për du me ty Dafina. Fëmijët e to, qysh e perceptojnë si fest? Për shembull, mu më kujtohet, mendë se s'këm prit mu bo Bajram, kam dhonë dhurata, belisa dhe takuva më nxes Dajën Drec, që e përshëndes shumë doja, gjithë ka ardhë, në ka dhonë dhurata, mami dhurata, babi dhe agja, gzimi gjithashtu.
krejt na kanë dhënë dhurata edhe e kanë bu për neve pak ma të veçantë festën. Po çu shoh fëmijët e tu sot? Shumë e vërtet, kjo që po e thu Krën, fëmijët tonë, na përpara kemi marrë, na kanë ble prindërit edhe veshje të reja për festën e Bajramit. Edhe tash unë me fëmijët e mi, para 2 ditë e pata një diskutim, thash hajde po dalim edhe po blejmë diçka për Bajram. Pyetja që më bo prej tyne, po më thot pse? S'ka nevoj, vetë sa kemi ble diçka. Do më thonë, na menzi kemi pritun, po menoj që fëmijët sot i kanë krejt sendet edhe ndoshta nuk janë ma aq tradicional sa na. Jo që na, sepse unë për veti kogja mundohem me i rujt traditat, sidomos edhe festat fetare, me i pregadit drekat që fëmijët kur të rritën me trashëgu, ma ndej që të frymën e traditës, po sot po thomë fëmijëve nuk po ju bëm për shtypje gjithçka. Është shumë e rëndësishme për 2 fëmijët e mi janë tash të moshës adoleshencës, po e din që tash janë në pritje, presin mu me kry punën në ora 3 dhe me shku me e hangër bashk në drekën e Bajramit edhe me i festu njerëzit e afërm. Unë po mundona gjithmonë me erujt qëto. Pra që kjo arsye pse non stop ju të më thonë, kërën ora 3 nuk duhet me konë këtu, kërën ora 3 nuk duhet me konë këtu. Jo, i kam edhe lajmet, për lajmet, masën e edhe kjo. Edhe çështja, po ndryshe është perceptimi i gjeneratave tash. Aq ma shumë kur, nuk po flas për fëmijët e mi, po gjeneratat e reja në deti, shumica në Bregdet i kanë pritë, sidomos nëse ju lidhët e premte e shtune e diele. Dhe dorën zemër hoq ladi shumë lezet është sot në këto temperatura me qenë me një plazh dikun, rrezë dielli, ujë pak, ndonjë pije freskuse, fenomenal krejt shkon festa. Por, a është ky Bajrami të cilin, ose a ka ndonjë obligim të cilin ne duhet ta përmbushim gjatë kësaj feste e që e kemi harru hoq ladi? Në fakt, këtu ku jemi tani në periferit Tiranës, është një atmosferë shumë festive, gjithë njerëzit kanë dalë me familje, janë të lumtur, të gëzuar, por normalisht që ajo që thuti është shumë e saktë, sepse mungojnë ato atmosferat e difurshme, të cilët njerëzit mbledheshin me mall shumë të madh, por besoj që një rol të madh këtu ka luajtur edhe teknologjia, se njerëzit flasin gjithë ditën në WhatsApp për shembull, në telefon janë video dhe kjo krijon jo afrimitet, po krijon largim, sepse duke fol, hajtë se me këte fola, hajtë se me këte komunikova, këte urova, kupton edhe takimet pastaj bëhen pak më të rralla. Po gjithsesi, takime ka plot, njerëzit po shkojnë po vinë, sepse vetë atmosfera festive e Kurban Bajramit e krijon një gjë të tillë. Për shembull, çfarë janë ato të Kurbanit? Kurbani është fest solidariteti, sakrifice, ku ndahet bashkë me njëri tjetrin. Për shembull, ndahet një pjesë me miq, pra jo vetëm me të varfrit, por ndahet një pjesë me miq. E cila pra kjo krijon atë atmosferën, vajtja ardhjen, mikpritjen, por solidarizim edhe me pjesën që është më të dobët shoqërisë, që është e varfër, edhe ato të gëzohen edhe të kënaqen. Por normalisht ajo mënyra, siç e the, që mungon ajo lloj harmonie, ajo lloj dashurie që ka qenë dikur, pra mbetet e zbehur dhe shkon duke u zbehur, por gjithsesi nuk mendoj se do të humbasi për shkak të vetë mënyrës se si Zoti e ka bërë këtë festë. Pra sidomos për shembull Bajramin e Ramazanit edhe Kurban Bajramin janë të dyja festa të mëdha me sakrifica shumë të mëdha. Për shembull, Bajrami i Ramazanit ka agjëruar një muaj edhe me zor pret atë ditë dhe ka mall kur takohet. Edhe sot ne vetë ndjejmë, unë isha në ligjërat që në gjez në orën 5, edhe zemra domethënë ka një lloj qetësie, një lloj harmonie, i e gati t'i falësh ato që të kanë bë keq, i e gati t'i falësh ato të cilët kanë hyrë hak, për shembull, i e gati t'u flasësh atyne që nuk flitëshe, kërkon, si me thonë, me të vërtet ka një paqe, një solidaritet, një mirësi, një harmoni. Po, si që të kësun edhe ato për para. Po, hoq ladi, keni të drejtë për të se çfarë po thonin, po mu më intereson me ditë se a ka ndonjë manual, sikur se ka shumë manuale për gjëra tjera, si pas festës, si festohet dita e Bajramit? Patjetër, si pas fesë, dita e Bajramit, pasi ndonjëri pastrohet shtëpinë e vet, vishet me rrobat më të pastra, preferohet e bardha, preferohet shkuarja herët në xhami, pastaj qëllimi kryesor i asaj është harmonia, do me thonë t'i falim njerëzit, t'i përqafojmë,
me ato të cilët ka hatërmetje të pajtohen sot në këtë ditë, të shkojnë vlla me vlla të bëjnë bajram, komshi me komshi të bëjnë bajram, solidaritohen të gjithë shtresat e shoqërisë, të pasur, të varfër, bashkarisht, vizitat e ndërsjella, pra këto janë obligative, si që thanë edhe ato që dikush thjesht merr familjen edhe del, po nuk është vetëm kaq. Duhet edhe pak më shumë, jo vetëm me familjarët, por edhe me farefisin, jo vetëm me farefisin, por edhe me komshillët, edhe me qytetarët, edhe me gjithë kur jena të këtu që i ceki, hoq Ladi Monika, cilat prej këtyre obligimeve ose pjesëve të manualit shtetare të festimit të Bajramit i ke realizu sot? Une mu kam bo pëhin vitin e 16 që falna. Vitin e 16 që falësh? Po, do më thonë që 16 vjetë falna. Falë, hoq Ladi, të lutem, vetëm ta dëgjojmë, këthejmë prapë të kjo. Bravo, nuk e pas kam ditë, pra që 16 vite je me namaz. Po, edhe Ramazan ku majtë gjithmonë, unë jem rritë në Shkup, gjithmonë jemi mbledh ndryshe, ka qenë shumë ndryshe, mos të zgjati se jemi 3 persona edhe normal që... Po, unë do më thonë këto obligimet i kom kry, sot dije tash mos t'i him, ato janë gjana shumë personale dhe i kemi për hatër Zotit. Kurse sa i përket mbledhive dhe qyshe përmeni hoxha i ndërum, do më thonë, mu bashkë po mendoj që kjo pak ka humbë, sepse njerëzit viteve të fundit ju ka shtu egoja. Egoja, kur rritet dhe del jashta kornizave, është si një lloj sëmundje, se pastaj i degzon ato veti tjera që janë i natet, hujet, në ndërmjet veti, kojshive, familjes, fisit, jo merdh, jo së merdh, jo ma kaloj derën, jo së më ka ardhë për djallë, jo si shkoj asun, do me thonë janë qëto i natet që bashkë faktikisht në këto festa, e në këtë jetë, që Zoti fale, kam shirë, do të dhe ne pak të ulemi të mendojmë që jemi gjak, jemi njerëz, do të falim, do të thrasim, do të mos me mbajt huj, mos me mbajt i natë. Që kjo është arsyeja e parë që njerëz paka shumë janë largu, edhe sado që të tregohen me një mesazh që po ta uron një bajram për shembull, ti mendon që nuk të ka haru ose të ka në mendje, po nuk është ajo, ndryshe është ndërlidhja shpirtërore, komunikimi kur shihesh me ta, shkon te ta, vjen, pret, unë kom qef shumë musafir, nuk po vinë, kom qef me shku, qysh me shku kur s'jan, apo kupton janë shumë arsye. Tjetra është tradita e shqiptarit, që ka humbë viteve të fundit, sepse prindtë mi mu më kanë marrë për dorë edhe më kanë qute fisi. Edhe une kom obligim që ashtu me marrë vajzën time, edhe kur gjej ko, edhe nëse s'kam kohën do të me gjetë, me qute fisi, me qute aqte mi, me qute dajte mi, me njoft hallat e hallës, apo kupton, çka ka fajt sot fëmija jem për shembull, qofse thot valla po pritoj, ose hajt se po dura atin tem, po flas për rinin e sodit. S'ka faj, sepse ne duhet të jemi ata që i dërgojnë fëmijët e tonë, e i lidhim familjarisht. Feks, dhe Dafina, sa ka arrit me kryu që të lidhim familjare, Monika ka plotësisht me drejtë, sepse për shembull sot ka raste kur nuk e njohin edhe djalin e dajës në Kosovë. Si pasojë që soi forme të lifestyle-it. Shumë keq, edhe unë si Monika jam rrit në Maqedoni, vetëse në një qytet tjetër që është Dibra, edhe atje na shumë i qojnë për para qëto traditat edhe adetet, edhe unë kom vazhdu me bile fëmijët e mi tash në këto moment, me babajnë e tyne, janë te farefisi në vizita, me shku të njerë, nëse s'po mundemi çdo ditë. Pra delegacionin e kom dërgu. Delegacion e ki për Bajram. Paktën në për këto ditë, nëse nuk po mundemi shpesh me e bo një gjithë të tillë, paktën në këto ditë me shenjë, me shku edhe me uru njerëzit. Unë po du me thonë me dhonë mesazh që gjithmonë të qëndrojmë afër njerëzve tanë, sepse tek e fundit kjo fest është për me u bashku njerëzit. Sofra për këtë është bo edhe atëherë, dreka e Bajramit, kemi shku të gjyshërit, ta shkojmë të prindërit na. Do me thonë, kjo do të bëhet tradit. Jo me najtë në për telefona, jo me qitë një status, një fotografi të veshën bukur edhe masandej kur gjoheq. E kom bo edhe kështu, po them, këto mesazhet që më vinë si fotografi që ju shkojnë krejtve ose në Viber ose në WhatsApp. Thjesht nuk
nuk ju përgjigjem, nëse nuk është i personalizum për mu. Po edhe une kujt vendosi me nda pa kohë dhe me ishënu një mesazh të personalizum për festën e Bajramit, nuk e bëj veç me marrë një fotografi edhe me dërgu edhe, të tilla unë i pranoj se ato vinë, por nuk i kthej. Unë i llogaritë krejt, qysh do dhe qysh nimi malet, shamin e për dalën për dafi, unë krejt, shka të shkru në llogaritë e marë për të mirë krejt. Nuk po i kthej, ndoshta bindemi që duhet pak me personalizu edhe me thonë krën urime Kurban Bajramin ose me të urune për shembull ty ose këndo që kom vendos me uru. Po po e shako, normal. Mirë është me pas seriozisht ai që dërgon me ta personalizu. Po, definitivisht është ma mirë, për gjësë kushton mja që i të veçamrin për para. Mirë, hoq Ladi. Qysh meri këthy dhe njerë që atë trendin? A do të mi konfisku krejt mobilat që atë javën e Bajramit, komplet. Policia dhe tani me najt me njën tjetërën. Si që të thash, unë kam dalë që më 5 mëngjezit, ishte një atmosferë, sidomos me fëmijë plot, në xhami, pasi kam bajt ligjeratën, jemi përqafu me gjithë njerëzit, pastaj mund të kemë thy vetëm urime, rreth 200 urime nëpërmjet telefonit, pastaj kemi shku tek vendi i kurbanit, aty ishin me qindra njerëz që kishin ardhur me bë kurbanet e tyre, madje takova dhe personalitetet të shtetit aty që janë solidarizu tash me bërjen e një kurbani, edhe një grup shokësh, po thuj se kishin mbledh rreth 100 kurbane me i nda për familjet nevojë. Momentalisht duket një atmosferë shumë e bukur, mungon ajo esenca që ka qenë dikur, dhe me thonë që ka pas një diçka më shumë shpirtërore, por që gjithsesi është duke vazhdu prapë dhe mendoj se do të shkojë edhe më mirë. Edhe këtu në këtë ambient që jam, siç ta thash, është një atmosferë jashtëzakonisht e bukur me njerëz qytetit Tiranës, të cilët kanë dalë festojnë me familjet e tyre. Paqit kësit dit gjithmonë të mira, që është me motin sot edhe normalisht krejt hapësirën e botës me festu edhe me gëzu kësaj feste së bashku me familjet, normalisht duke marrë parasysh edhe pozicionin në shoqërinë atje ku jeton që e ki, do të ishte rrugës me na jep një mesazh për krejt ata që po na ndjekin para se të shkëputemi me juve. Faleminderit. E para unë ju uroj nga zemra gëzuar për shumë vjet festën e sakrificës. Edhe le t'jenë ky Bajram, këto festa t'jenë shkak për pajtimin e njerëzve, për faljen e njëri tjetrit, për dashuri dhe për harmoni, për bashkimin e familjes, dhe sidomos vizitat në vllazëria dhe në parefis. Duhet t'jenë akoma më të theksume. Faleminderit shumë Hoxh Ladi për prezencën, kënaqësi t'ju kishim. Një urim të veçantë. Faleminderit shumë. Zonja Saliu, edhe për juve, një urem nëse ki, ose një sugjerim, apo ndonjë kritik, pse jo? Monika. Kur gjo kërën, unë ju përshëndet gjithë dhe faleminderit shumë, edhe unë gjithashtu si nderumi Hoxh, i kisha lut njerëz me falë, i kisha lut se kur fundit vetën tonë dhe qetëson, vetën tonë dhe shëron, sepse askujt s'mund është me i bo kur gjo në këtë dynja, dhe me thënë vetëm vetën e dëmton, është mirë me i dash njerëz, se Zoti na ka kriju të tillë, si qenje që na kemi varësi marrëdhënien ndërnjerëzore, komunikimin, mos të mbajmë inate, mos të mbajmë fuje, ta shërojmë zilin që na ka kaplu në zemër pa nevojë, dhe gjithë muslimanëve ja uroj festën dhe harën i gjana, do me thonë, gjithë shka që ka kalon është kaluese, do me thonë njeriu gjithmonë e vranë me të mirë. Kështu që urime festa. Faleminderit shumë, qafshë uruar gjithmonë Monika. Faleminderit që ishe me ne. Gjithashtu, faleminderit. Faleminderit edhe për fund Afina, një urim, ndonjë kritik mbase nanave të reja ose aty në të vjetra? Jo, kur gjo festoni qysh do një gjeni mënyrën qysh juve ju përshtatet si familje, po thjesht traditat mos me i haru familjarve me ju ndej të afer, sepse kjo ka shumë rëndësi, sa ma shumë dashni me dhanë për njëni tjetrin, edhe kjo na jep qatë qetësin shpirtrore dhe paqen. Asgjë më tepër edhe më shumë se që shtun Hoxh Ladi edhe Monika. Ne ta pa e bu një pyetje Hoxh Ladit.
shumë prej adhetarëve tonë edhe pinë alkohol në mbrëmjen e Bajramit. Ko Bajram, do të ishte mirë me pyet Hoxhladin se çfarë mesazhi ka për ta. Hoxhladi, nuk i kena me Hoxhladin, vjen shumë keq, se nuk isha i gatshëm me këtë pyetje, kështu që hera tjera e bojna bashkë Dafina. E bojna bashkë këtë pyetje, nuk më ranë men se ish desht me pyet, po nuk ish dasht edhe alkohol edhe Bajram me atë sa po besoj që di. Fix, po gjithsesi e na falët me gabu se si jena kompetent këtë. A ke hongër najtë so baklav sot ajo? Jo, hala, s'kum hongër, jem të prit me shkum hongër, Dafin shumë, faleminderit që ishën. Faleminderit Kroni gjithashtu, faleminderit gëzuar festat për gjithë. Faleminderit mes, shkëputemi me publicitet dhe rikthemi edhe flasim për showbiz, pjesën më të ëmbël të emisionit të kanalon për bllokun e fundit.